në atë kohë, cili ka qenë synimi më i qartë të lajmet apo emisionet? Asë një rast tjetra, gazetaria. Të gjitha këto forma që janë tani nuk mund të imagjinonim, dhe më thonë ishin të larë këta. Ne donim të ishim gazetarë dhe kryesisht të lidhur me gazetarinë e terenit, por unë specifikisht e kam dashur radion, pra gazetarin e radios, sepse ndikoheshim më shumë edhe më pëlqente ajo ngrohtësia që të ofron radio, ajo privatësia që të ofron radio, ajo mundësia për të komunikuar drejt për drejt me audiencën, si që ndodhe edhe tani, kjo më pëlqente. Pra, e shija vetën në gazetarin e radios dhe në për emisione kontaktit drejt për drejta në radio. Këtë zatën e fillova më njerë pas luftës. Fillova në radio dhe realizova shumë shpejt, ose mu dha mundësia që ta realizoj këtë ëndër shumë shpejt, sepse vetëm pas disa muajsh unë isha autor emisionësh në radio, kisha kontakt me audiencën, 5 herë njavë, 6 herë njavë, pra që në vitin e parë unë realizova atë që doja, kurse krejt kjo që ka ndodhur pas kësaj, pas kalimit nga radio, është për te asaj që unë e kam menduar, për te asaj që unë e kam imaginuar. Lajmet nuk i kam dashur, ka ardhur rastisht, nuk e shihja kur vetën në lajme, ama pasi një periudhë kisha lënë radion, sepse të gjithë ata që e nisin gazetarin, fazat e para i kanë disa lodhje, po them, disa vështërsi që i lodhin edhe të bëjnë që me u tërheq. Ndoshta përfundimisht. Ka shumë që tërhiqen edhe nuk kthehen më. E bëjnë një përvojë të parë, nuk ju del ashtu që kanë mendu, tërhiqen dhe nuk kthehen. Edhe mund kishte ndodhur kështu. Pra një lloj zhgënjimi me gazetarin, me profesionin, me ambientin, me kolegët, me gjithë shka tjetër. Dhe pas këti zhgënjimi unë e lash. Tash, gjithë shka bën, nuk ka të veç një faktor. Janë disa. Angazhimi, përkushtimi, lodhja, kolegët, jo kolegialiteti, raportet me kolegë, raportet me publikun, raportet me burimet që i ke politika apo të institucioneve tjera, gjitha mblidhen bashkë dhe thu, po dërzohem ose largohesh. Por, unë nuk u largova përfundimisht, sepse u riktheva shumë shpejt dhe pastaj u ktheva në televizion. Aty ku nuk e kisha imagjinu, në lajme. Dhe kjo ishte një ofertë e qastit, lajmet nuk i kam dashur, ka ardhur rastisht, nuk e shihja kur vetën në lajme,